Sot rreth orës 10, Zamir Meta, 36 vjeçari i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mitur vetëm 12 vjeçe, u paraqit në ambientet e gjykatës së Fierit. Para trupit gjykues të përbërë nga prokuror Genci Mane, gjyqtari Nertil Dushku, me kokën ulur. Seanca përfundoi me masën e sigurisë arrest me burg për Metën nga gjykata e Fierit. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, abuzimi ndaj të miturës është kryer disa herë, gjë që bie në kundërshtim me pohimet e para të tij në praninë të oficerëve të policisë gjyqësore, ku pranoi kryerjen e aktit, por që ka ndodhur vetëm një herë. Në seancën e sotme ai nuk ka folur, por ka tundur kokën në shenjë pohimi kur u pyet për akuzat. Ndaj 36 vjeçarit rëndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mitur, vepër që dënohet rënd nga Kodi Penal. Hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes vijojnë. Ndërkohë në prononcimin e saj për mediat, nëna e të miturës ka pohuar se abuzimi ka qenë sistematik, ndërsa ka kërkuar dënimin maksimal për bashkëshortin e saj. Ajo ka pohuar gjithashtu se nuk ka qenë në dieni më herët dhe gjithçka e ka mësuar pas denoncimit të vajzës në polici. Vajza është strehuar në një qendër rehabilitimi në Tiranë.